بالمناسبة كمان سفيان رحيمي هو ثالث الهدافين التاريخيين لنادي العين، والهداف التاريخي للعين التوجولي لابا كوجو قاعد على الدكة النهارده. أكانجي اللي عنده 65 هدف و45 اسيست في 146 لقاء مع الزعيم العناوي، هداف دوري ابطال اسيا في نسخة 22-23. لكن الكرة Ai topi dhe në krona majt, por Ryan Arturi, Asiatik, vjen këtë botëror me statusin e kampionit në skuadër. Arturi, voni driblim, arrin të rezitohet një të Arturi, futet brenda zonës, topi në qendër. Edhe një tjetër goditje. Topi në zonë, largohet. Kalim në kraut e Gündoğan që bërë në kraut e për Holland, topi shkon në rjet, është Ilkay Gündoğan në minutën e 8 jep kryesimin skuadrës së Manchester City. Bën gjithçka mirë një Guardiola, Arturi, Gündoğan. Echeverri shpejt ka një top të mundur mundësi kundërshtuar për skuadrën e Al-Ain, ku kalim në krahun e djathtë. Shotli, kjo është goditja, por jo në kuadrat. Një mundësi e shkëlqyer për të qenë konkurrues me ekipet më të mira të Europës, por edhe të Amerikës së Jugut. Muri në të kënd më i lartë. Tepër i fort. Kontrolla perfekt nga Arturi që merr dhe dur të këtë tifosëve. Dëshja e parë për Manchester City dhe një të Ryan Arturi. Kjo driblim dhe në momentin e fundit ka rrëshqitur. Sore. Shene një tjetër këtë veprim mjaft të mirë të topi dhënë në thellësi dhe gaburin në kartoni i verdh. Kjo goditje fantastike, Claudio Echeverri realizon një super gol në minutën e 27. Në kohë tjetër mundësi Holland, porta bosh, Holland nuk e çon në kuadrat. Shene një të top të rikuperuar nga ana e Erling Haaland. Gonzalez. Dalje, mjaft të mirë në krahun e mark, Arturi, topi dhënë në krahun tjetër. Për jashtë. Arturi. Edhe një tjetër me shumë cilësi. Ryan Arturi. Simi në krahun tjetër dhe një tjetër. Ortega. Arturi. Gonzalez. Echeverri, dali më të mirë për Brighton. Topi shërbyer në krahun tjetër, Arturi. Kontroll. Arturi. Edhe një tjetër Guardiola. Saktë ndryrje. Arturi zë spar, një topi dhënë për Holland, me topi mjaft mirë, edhe një dhe për Holland brenda zonës. Holland! Godet por jo në kuadrat. Një tjetër mundësi për sa ndoshta do duhet kemi edhe kushtesë. Arturi. Mjaft të dyshim në zonë me gjyqtarin që lejon avantazh deri karton, por fillimisht kërkojnë penalti lojtarët.
Kartoni verdh për atë Nuri që ndali një kundërshtim të shpejtë. After on-field review, number 25, Al Ain hold inside penalty area. Final decision. Holland. Kjo është goditja e saktë e norvegjezit. Dhe limitën e 5-7. Dhe është të zavantazh të 3 golave. Çfarë topi marrë dhe jetën nga ana e Ryan Aturi, vjen krosimin në zonë dhe Holland. Guardiol. Artur hedh dhe një tjetër në zonë. Goditja e tij bllokohet. Që është gjen topin me gjatë Atnuri provon shërbime shpejtësi do t'i nga këndi konsiderat që Paris Saint-Germain do t'jetë shumë i favorizuar me Seattle. Foden niset për para, topi që bërë në zonë pas Holland! Topi dhe aty dhe jetë Holland! Një duel e fituar nga Najas Gündoğan. Bernardo Silva, kërkota Nuri. Edhe një tjetër Bebason. Bernardo Silva vendosë mjaftin në qendër. Ky topi kthyer Gündoğan për portier Gündoğan. Fantastik në televizion. Shmang mbrojtësi dhe mposh portierin për të shënuar golin e ka. Për momentin Gündoğan ndal topi mjaft mirë Gündoğan dhe më pas Atnuri. Një tjetër topi rikëruar mjaft mirë nga ana Foden. Gündoğan Atnuri Noel Akanji që ka marrë një goditje. Bob, shikoni sa hapësirë ka. Edhe dhe Oscar Bob, goditja që në rjetë. Në minutën e 84 Manchester City shënon edhe gol. Topi falur nga ana e portierit e Isa. Holland. Dhe goditja, goli jashtë në minutën e 89. Sherki. Atnuri. Sherki. Dëmë gjithë që mjaftë një Sherki dhe ky kalim Atnuri. Edhe një Sherki, Atnuri. Topi kthyer në qendër.